Mungesa e lirisë është mungesa më e madhe që mund të ketë një individ. Është më e madhe se mungesa e bukës, mungesa e ujit, mungesa e çdo gjë tjetër. Dhe komunizmi pak a shumë, ai komunizmi që kalum ne, kishte pikërisht këtë gjë. Dhe mungesa e lirisë nuk ishte vetëm tek njerëzit që u dënuan apo u persekutuan, apo njerëzit që u vran, apo u përjashtuan nga shkolla, nuk u lejuan të vinë në shkollë, etj. Mungesa e lirisë ishte tek të gjithë. Qofshin ata me partinë, pa partinë, kush ishte i detyruar të bënte një punë, dhe kjo është mungesë lirie. Dhe kjo është shkaku që unë e shkruaj këtë skenar dhe dua ta realizoj në mënyrë sa më të vërtetë, që të pasqyroj këtë lloj koncepti që mungesa e lirisë është ajo çfarë njeriu e ndryshon dhe ndryshon identitetin. Apple, take 1. Okay. Set. Camera set. Get scene! Action! Ja, do që ti se më në tërë, me jo s'ke punte. Rive, do që në të nga shlilu. Pasaj që fajtë në rëtur. Nuk i ti, në që ka branda me e thotë që që s'ka përpuntua. Frida është një vajzë shqiptare viteve 1980, kuptohet se si duket në luk, thjeshtësia, tiparet, në çdo gjë fizike. Gjithashtu edhe gjendja e saj shpirtërore bëhet fjalë për një dramë, është një dashuri e ndaluar me pak fjalë. Për periudhën, dhe pse vazhdon akoma edhe në ditët e sotme për fat të keq, martesat që vendosen nga prindrit, nga familja, dhe ti nuk mundesh dot të ngresh zërin tënd, të zgjedhësh atë që ti do. Kështu ndodh dhe me Fridën. Familja vendos ta martojë me operativin. Por duke qenë se Frida dashuron dikë tjetër, ajo mundohet të luftojë shumë për këtë dashurinë e saj. Dashuron Arturin, një djalë i cili internohet, dhe dashuria që ka lullëzuar është e pamundur. Personazh shumë i bukur. Është një djalë nga Tirana, cilin e internojnë në një fshat ku ai përballet me shumë vështirësira, me shumë padrejtësira nga operativët e asaj kohe, dhe nuk e di nga që është filmi i parë dhe se si më është dukur kur më kanë thënë fillim që vdes, edhe ke parasysh. Ngjarja është në 82-83, është periudha më e egër sepse ndodhemi përballë mas 2 vjetësh mos gabohem vdes dhe diktatori, dhe i gjithë sigurimi i shtretit ishte në këmbë. Etusi në këtë rast është një figurë pak krejt i veçantë në raport me etusit e tjerë, mbasi jo vetëm që ka atë epërsinë dhe dinamikën ndaj të tjerëve, çka do të thotë egërsinë e sistemit e pasqyruar ke personazhi, por që autori operativin që e ka bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë e ka dhe nip. Dhe në momentin kur nipi i vritet, ky etus nxjerr planin njerëzor të tij. Domethënë, kur e shet të shtrirë nipin, pra në këtë rast operativin, e shef si nip. Titulli Bunker mund të jetë edhe i ndryshueshëm, megjithëse tani për tani duket si titulli më i përshtatshëm, po simbolizon disa gjëra, vendi ishte i mbyllur, historia vet e një çifti që nuk ka shumë dritë dhe pak a shumë i ngjan, një izolimi i cili është po në bunker dhe ngjarja finale e filmit ndodhet në një bunker. Ajo kohë komuniste që ka qenë në çdo vend të botës, dhe qëllimi vetë komunizmit është mbyllja dhe shfrytëzimi dhe njësimi i gjithë popullsisë, gjithë të njerëzve sipas parimeve të doktrinës së komuniste. For me, it's sort of the story of Albania. I mean, obviously it's a love story. There's a Romeo and Juliet under the dictatorship.
but it's sort of the story of Albania coming out from under the dictatorship. Photographically, we're keeping it sort of dark, on the dark side, for a love story, because there's a dark element to it, and it's a tragedy in the long, you know, the film is a tragedy in the long run, like Romeo and Juliet. Dashuritë si e Fridës dhe Arturit janë shumë të ralla. Dhe kjo është gjëja më e bukur, të luftosh për diçka që ti do fort dhe të dalësh kundër gjithë njerëzve, kundër familjes tënde, kundër fjalëve të njerëzve të tjerë. Është tamam sfidë. Ajo është një sfidë e vërtet që sot nuk e shohim shumë. Në për fshatet që kemi xhiruar, banorët të fshatit kanë thënë stafit që po kjo ka ndodhur këtu. Kjo i ndodhi atij, kjo ndodhen lidhet, çdo gjë është e lidhur dhe bile edhe kjo varja e këtij personazhi është diçka që e ka ndodhur një vajze. Duhet të bëj një zhbirim psikologjik të personazheve që të kuptohet që çfarë besonin dhe si besonin këta njerëz që mbajtën këtë lloj regjimi për 45 vjet. Dhe se pak a shumë ne jemi produkt i asaj kohe dhe dijen dhe problemet që kemi tani nga kjo gjë. Ready? Okay. Okay, qetësi! Sound, speed! Take one, please. Yeah. 25 field, take one. Set. Camera set. And 1 second. Sabri. Po. Kemi të vërimë këtu. Rrugët e shtëpijat kanë ndryshuar, makinat janë shtu, për problemin e skenografisë është më e vështirë. Dhe jena nisë të bëjmë një histori reale, qoftë në ambiente, qoftë jashtë dhe qoftë brenda. Edhe jena përqendru më tepër në fshatra ku janë reale, paktën 50% e dekorit është real. Me financën që ka sot filmi shqiptar, detyrimisht nuk ja arrin dot, atëherë një 50% do të shtyhemi ta rregullojmë vetë. Dhe aty jena të munduar. Ju e patë edhe vetë, që kena përshtat 1, 2, 3, 4 interier për filmin, dhe kena shtu disa elemente që ne me shumë pak shpenzime jena arrit të bëjmë filmin dhe ambientet e aktorit, se aktori me aktorin detyrimisht kanë dallime dhe politike dhe ekonomike, stadet. Ndryshon për shembull si sekretari i partisë apo punëtori apo karrocier, stadet e problemit ekonomik gjithmonë duhet të jenë dallueshme. Dhe nuk mund t'i lejmë, pavarësisht se kishte një barazi në gjithë ato, por megjithatë prapë kishte dallime. Shumë e vogël në momentin që erdhi demokracia dhe si thuash nuk e njoh, po nëpërmjet filmave dhe historive që mund kemi lexuar dhe dëgjuar, kemi kuptuar që jeta nuk ka qenë aq fush me lule sa që kemi ndjerë neve. Me ato lojrat tona, kuptohet, me ato kemi qenë gjithë njësoj, por në jetët njerëzore nuk ka qenë kaq fush me lule. Dhe duke i lexuar dhe duke i parë dhe duke filmuar dhe duke qenë pjesë e kësaj gjëje, ti mendon që ka pasur gjëra të frikshme, ajsa dhe të bukura që lindin midis kësaj gjëje të frikshme, siç ishte dashuria e dy të rinjve,
prindër shumë të shqetësuar, siç unë e kam personazhin tim, që jam njëkohësisht e dyzuar midis dashurisë për fëmin dhe asaj që çfarë mund të ndodhë. Dhe kjo është e bukur, a them unë. Këto familje që kanë përjetuar këtë gjë të dhimbshme e kanë patur shumë herë më të vështirë dhe gratë kanë qenë shumë të frustruara, të shfrytzuara keq, jo vetëm fizikisht, domethënë, po edhe psikologjikisht shumë dënuara. Unë me që mbaj mend të gjitha gratë ishin të veshura njësoj. Mbaj mend maman time ka patur një fund blu deri poshtë gjurit edhe një këmishë të bardhë. Kanë qenë shumë uniform. Ose fustani i copës së sfungjerit, që i thoshim neve, që kuptohet gjendje me shumë vështirësi, po kush e kishte fatin të gjente, ti tregoje që kishte një lloj klasi. Në moment që ti e kishe të veshur këtë lloj fustani. Kur po vishesha, i thoja kostumografes, i thoja, shiko, se ato kanë patur dhe një rip, mbaj mend, dhe nuk e lidhnin fjongo, po e lidhnin gonxhe dhe i varnin. Do më kujtohen gjërat. Liri, je martuar me dashuri? Me dashuri. 60 jemi martu. Po, më përpara në 50 e ca. Po ka qenë dhe kështu dhe shtu, them realen. Ka qenë dhe me mlesëri, i themi ne, me stara, edhe me dashuri pasaj. Me të dy ekra. Liri, ti ke dhënë shtëpinë tënde këtu për t'u treguar edhe një histori dashurie. Di këtë gjë apo jo? Kam dhënë shtëpinë time këtu për të treguar dashurinë. Po, dhe do jetë ashtu është. Ashtu është. E kam pasur shumë të vështirë femrat, gratë në atë kohë? Po, ca e kam pasur, ca nuk e kam pasur. Se dhe në të kohë ka qenë që dhe nuk ishin probleme për dashuri. I dilshin ballë. Po ne... Ti ndonjë histori të veçante? Qa histori e të tregojnë? Për shembull që vajzat janë ndaluar të marrin ato që donin, të merrin ato që donin. Janë ndaluar atëhere, edhe ndaloshin. Po, ca që e ndigjonin, ca që se ndigjonin një prindin, merr që atë që donin. Kështu ka qenë dhe atëhera. Sa vjet ke në këtë shtëpi, Liri? Kam një 50 vjet, po. Ke njohur të persekutuar në këtë fshat? Nuk kujtohet, them realen, nuk e di mirë, jo. Mirë, sigurimi i shtetit e ke pas një ide funksiononte këtu, ka pasur një kontroll, njerëz që ishin të besuar. Po dhe do ketë pas patjetër, Ti ke bërë një jetë të qetë, pa të razuar? Mirë, si kam njoftër ato kështu, andaj nuk... Të lashet e politikës? Nuk i kam njoftër mirë, nuk më kujtohen mirë, si di mirë, ti spjegoj si qështë. Liri, që ishte komunizmi për ty, apo socializmi? Socializmi, rahatia, paqja, të dojmë ne, edhe mirë e njoftëm. Qa punë e ke bërë? Ku ke punuar? Në kooperativ. Këto ka ke sera domate, misë vësule, që mund kishte, pambuke, ato punojshim. Sa fëmi? 4 fëmi. 2 e 2. S'kishte aqë mirëqenie, nuk ishte aqë. Me vujtje, me punën tonë, me djesën tonë, sakrifo, puno, merë. Sa do pak kishin, mirë, i nëzorëm, dritë. Jo dhe keqë, mirë. Mirë janë martuar me dashuri apo me mblesëri? Me dashuri, të katë. Katë? Me dashuri. Ku jetojnë? 2 i kam në Itali, 2 i kam këtu. Bukeri ka një marrëdhënie të sinqertë të gjithë personazheve.
dua që t'jap një film I cili të ngjaj dokumentarit për sa I përket realitetit, të jetë sa më real, të godasi në kock të problemit. Po dëgjoj brezin e ri sot që I kërkojnë llogari prindërve, thonë si ka mundësi që e lejuat komunizmi, si ka mundësi që nuk u ngritet, si ka mundësi që nuk ishit lirshëm të shëronit, nuk ishit të hanit, të ushqeshit, pse nuk vepronit. Dhe ka shumë të lehtë ky brez thot kështu, ndërkohë që vetë ky brez sot nuk po bën të njëjtën gjë që nuk u bë atëherë. Dhe pak a shumë kjo histori e vën në atë kohë të apeloj edhe sot këtij brezi, që po të njëjta gjë janë sot, por jo me diktaturë, por prap ka mungesë lirie për shembull në mentalitet. Ka mentaliteti I sotshëm në disa fusha, për shembull si tek femra, është me të vërtetë I parapambetur. Femra është akoma objektivizohet, domethënë. Edhe sikurse është bërë atëherë, po atëherë është bërë në ndikimin dhe interesin e ideologjisë komuniste. Kështu që pak a shumë do lidhet dhe është ajo çfarë njerëzve do t'i vi, spektatorit do t'i vi keq që ndryshohet drejtimi I jetës së dikujt ose një grupi thjesht nga një ideologji, thjesht nga disa besime të cilat nuk janë të bazuara në asnjë gjë tjetër, thjesht në interesa dhe bindje personale. Dëshiron, më thënë që s'është vërtet, prapë ti dëshiron ti mos jetë vërtetë ajo që dëgjove, megjithëse nuk të intereson shumë, por nuk do që të ndahesh, sepse nuk mund të ndahesh, ose ti të dash nga familja. Por nëse është e vërtetë çfarë do të bëj. Këtë gjë ne ka frikë. Të ulesh, hedh shikimin tek paja, dhe puna me dorë, dhe të I hedhësh gjitha poshtë tokë. Filmi është tamam ai që më pëlqen shumë sepse futem gjithmonë në një personazh, në një jetë tjetër, karakter shumë ndryshe se ç'mund të jem unë ose shumë I njëjtë. Edhe është shumë bukur kur përjeton kaq shumë jetë, emocione, gjëra që ti nuk mundesh dot ti kesh në jetë, fatkeqësisht ose fatmirësisht. Ndjem shumë e kënaqur që punoj me një regjisor të tillë. Komunikimi është gjëja parësore, pavarësisht profesionalizmit. Të jesh human, komunikimi më ka bërë shumë mirë për çdo pikpyetje time. Vërtet I kam shijuar këto dëgjërimet, nuk shijohen thjesht përpara ekranit, po edhe pas si staf. Ata të japin një stimul më shumë për të punuar fort. Ajo që më bën mua përshtypje është lirshmëria që I le aktorit, domethënë pafundësisht, duke orientuar atë një ditë përpara se çfarë do të bëj, dhe e lën të mendoj brenda kornizës, kuptohet, figurës, dhe brenda kornizës kohës dhe vendit ngjarjet ku zhvillohet. Kjo është, ka dhe eksperjenca tjera me regjizor tjerë që kërkojnë lojën e aktorit. Por që këtu në film, edhe personazhet që I ka zgjedh jo me qenë aktor të teatrit profesionist, mbasi nuk e kërkon teatri në film. Dhe unë besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Gjithmonë them, një aktor I mirë ose një rol I bërë siç duhet është sikurse ai qielli është mbushur me re dhe në një moment I shikon atë vetëtimin. Ai është aktori që me të vërtetë arrin diçka, ashtu duhet të jetë, sepse re ka plot, sikurse ka dhe aktor, nëse ai që dallohet është vetëtimi. Tek aktorët që jam munduar të I drejtoj që të jenë sa më realist, dhe t'i frymëzoj që të shkojnë përtej asaj që unë I kërkoj. Sepse ndryshe, vetëm ata që unë kërkoj nuk mund të dallohen karakteret nga njëri tjetri. Dhe vazhdoj të bëj një punë të palodhshme dhe intensive me aktorët, pasi vetë skenari është I bazuar te konflikti dhe aktorët janë ata që do përçojnë ngjarjen nga skena në skenë.